Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin tuaj të preferuar Monitor TV. Për të ndarë ngjarjet edhe lajmet më të fundit, në fakt kam patur shumë pyetje. Tiranë ku bëhet Mimoza Ahmeti, çfarë ndodh me Mimozën, si është fati i saj, a ka ndonjë pozicion apo jo. Mimoza këto ditë i ka shijuar pushimet me shoqërinë e saj. Do me thënë Mimoza i ka dhënë vetes njëherë një moment relaksi nëpër Tiranë, ku takon miq, takon njerëz të cilët e duan, e respektojnë, e kanë vlerësuar rrugtimin e saj në ferma VIP. Ka ndarë shumë kohë me Eltoni Lirianin, ku edhe ka shkëmbyer në fakt biseda shumë të ngrohta shoqërore me zonjën Parashqevisimaku nëpërmjet Eltonit. Kanë shëtitur nëpër Tiranë, janë argëtuar, por në video të cilat i ka publikuar Eltoni që kanë shtruar pyetje të ndryshme me Mimozën, kemi parë anash edhe mikeshat e Mimozës. Do me thënë Mimoza njerë fillimisht ju rikthye pak ambientit të punës së saj në universitetin ku Mimoza ligjeron, por edhe ka kërkuar kohë nga vetja për t'u argëtuar dhe për t'i shijuar ca momente me miket e saj të ngushta, do me thënë me shoqet e saj të zemrës. Duke që po e presin me shumë dashuri, duke që po e presin me shumë pozitivitet, dashuria për Mimozën nuk ndalon fare, dashuria për Mimozën është gjithmonë në piedestal. Mimoza është po e njëjta Mimoz, me ato humoret e veta, me ato pozitivitetet e veta dhe me ato energjit që vetëm Mimoza ditë i jap dhe ditë i dhuroj. Do me thënë, ditë na bëj gjithmonë për vete. Mimoza nuk është se ka deklaruar në ndonjë video në rrjetet sociale që do të pozicionohet diku. Në fakt, unë do kisha dashur që Vizioni ta kishte në një ofertë goxha të mirë Mimozën për të moderuar një super emision, spektakël që vetëm Mimoza ditë bëj, ndoshta nëpërmjet famës që ka Mimoza dhe nëpërmjet natyrës që ka Mimoza edhe mund ta kthenin artin e vërtet shqiptar në skenat televizive, gjë që e cila po mungon tashmë, por siç duket nuk është se e kanë në interes në medjen e tyre, gjë që kjo tregohet pasi që Mimoza nuk ka asnjë intervistë në televizionin Vizion Plus. Unë uroj që Mimoza të ketë një kanalin e saj, qof një podcastin të amban, sepse shqiptarët e kërkojnë, duan ta ndëgjojnë Mimozën, duan ta kenë sa më afër, dhe ferma ishte një mundësi që ato e kishin në komunikim Mimozën pothuajse 24/7 nëpërmjet televizionit të tyre, por tani mos prezenca e saj edhe mungon. Por gjithsesi Mimoza duke që është shumë e lumtur dhe duke që ka ndërtuar atë ëndrrën e saj të bukur që e kërkonte me vite.